Dasma shqiptare 2017 paraqet. Përshëndetje. Gjithmonë e kam menduar veten si një vajzë të drejtë për drejtë, por kur kthej kokën pas dhe kuptoj se si e nisa gjithë këtë histori, e kuptoj që kisha bërë një plan të mirëfillt. E vërteta është se unë nuk e kisha aq shumë xhan shoqen time. Sigurisht, kaloni mirë, pinim kafe, bënim thashetheme, por arsyeja kryesore pse unë isha gjithmonë e gatshme të shkoja nga shtëpia e saj e nuk i thosha kur jo ftesave të saja, ishte babai i saj. Ai ishte 43 vjeç, i ndar nga gruaja prej disa kohesh. Unë vetë sapo kisha mbushur 26 vjet. Diferenca ishte e madhe, por në realitet, kur e shihja atë njeri, numrat humbisnin kuptimin. Ishte një burr i qetë, fjalë pak, që shkonte rregullisht në palestër dhe kishte një lloj prezence që ta mbushte mendjen sa po futej në dhomë. Nuk bënte zhurmë, nuk fliste me zë të lartë, thjesht ulej aty, pinte kafen e tij dhe ndonjëherë ndërhynte në bisedat tona me ndonjë batutë të thatë, që mua me bënte të qeshja më shumë se ç'duhej. Plani im filloi shumë natyrshem. E dija që ai njeri ishte një njeri i lëvizjes, kështu që nisa t'i mbusha mendjen shoqes sime që të dilnim të ecnim nga liçeni. Kemi shtuar ca kile, i thosha unë, duhet të lëvizim, t'i japim pak drejtim vetes. Thuaji edhe babait tënd të vi, se i bën mirë të dal nga shtëpia mos të rimbyllur. Dhe ajo, pa kuptuar fare prapavijen time, e ftonte. Në fillim dilnim të tre, unë sigurohesha që të esja gjithmonë pak më afër tij. Rruga anës liçenit ishte e ngushtë në disa vende, dhe ndonjëherë supet tona fërkoheshin nga pakujdesia jonë. Ai thjesht kërkonte ndjes, fuste duart në xhepat e tutave dhe vazhdonte ritmin e tij. Unë flisja me shoqen time, por e gjithë vëmendja ime ishte tek mënyra se si ai i përgjigjej atyre pak pyetjeve që i bëja unë. Pastaj, siç ndodh rëndom me njerëzit që nuk e kanë qef aktivitetin fizik, shoqja ime filloi të përtonte. Një ditë i dhimbste koka, një ditë tjetër kishte punë, e një ditë tjetër thjesht donte të flinte pasdite dhe nuk vinte me ne. Shkoni ju të dy, na tha një pasdite, mua nuk më ecët sot. Kjo ishte dita që unë kisha pritur. Nisëm të ecnim vetëm ne të dy. Atmosfera ishte shumë ndryshe, pa vajzen e tij aty e pa shoqen time. Ishte atmosferë me e heshtur, por një heshtje që mua më bënte të ndihesha sikur kisha pirë 2 kafe radhazi. Ai po fliste diçka për punën, për ca probleme me një makinë që kishte çuar në servis, gjërat e përditshme. Unë e dëgjoja, por mendoja vetëm se si t'ja hidhja grepin. E ndërpreva në mes të fjalës dhe i thash: "E di që unë nuk e dua fare këtë ecjen apo jo", i thash krejt papritur. Ai ktheu kokën pak nga unë i habitur dhe duke ulur hapat e tij. "Po pse dal atëherë? Për të më bërë mua shoqëri apo çfarë?" Ja zura rrugën dhe u ktheva nga ai duke shikuar. "Dal sepse dua të rri me ty", i thash troç. "Nuk vi as për liçenin, as për ajrin e pastër. Vi sepse më pëlqen ti." Ai u ndal në vend, buzëqesh i lehtë, nga ato buzëqeshjet që tregojnë shumë çka. "Lëri këto gjepura", më tha me një zë të ulët. "Ti je sa mosha vajzës ime, kthehu nga rruga tani, sepse do pengohesh e do thyesh qafen e pastaj na duhet të rrimet e të mbledhim rrugëve", më tha ai. Ai vazhdoi të ecte e unë u ktheva në drejtimin e duhur dhe eca krah tij, e vendosur të mos e lija me kaq. "Nuk e kam shoqe klase vajzën tënde, e kam thjesht shoqe dhe unë jam 26 vjeçe, e nuk jam më e re. Ka muaj që të vërtitem rrotull, ti e fiks mashkulli që unë dua", i thashun. "Ndroje kasetën", tha ai me një ton me prerës këtë herë, duke vazhduar që të shpejtonte ecjen. "Je vajzë e mirë, ke jetën përpara, gjej ndonjë djalë të moshës tënde e të dalësh e të pish kafe,
e mos u merr me burrat e ndarë që kanë hallë mbi kokë, më thoshte ai. Ai ishte i bindur që e kishte mbyllur si temë, por për mua ai refuzim ishte si t'i hidhte benzinë zjarrit. Ecjet tona vazhduan, shoqja ime pothuajsi hoqi dorë fare nga sporti, kështu që unë dhe ai dolëm edhe disa herë të tjera. Çdo herë unë gjeja një mënyrë për t'ia përmendur, e ngacmoja, i bëja ironi për moshën e tij dhe i thosha që ai kishte frikë nga unë. Ai vetëm qeshte, tunte kokën dhe ma kthente me të njëjtën monedhë. Je e re që ti të më trembësh mua. Rritu edhe ca, më thoshte ai. Ky ritëm vazhdoi derisa liçeni në u mërzit. Të njëjtat rrugë, të njëjtat njerëz që vraponin dhe i thash, e di çfarë? Sot nuk do të shkojmë tek liçeni, do të shkojmë nga rruga e malit. Me ka ardhur në majet e Hundës, Zhavori dhe Pluhuri këtu. E shpërpjetëse e keqe andej, më thaj, nuk mban ti, do ankohesh pas 10 minutash. Hajde dhe do ta shohim kush do të ankohet i pari, ja preva shkurt. Unë nisëm pas dite, rruga malit ishte vërtet e vështirë, nuk ishte një shteg i rregulluar, por një rrugicë e vjetër me gur dhe rrënjë pemësh që dilnin mbi tokë. Ajri aty lart ishte më i freskët, por lodhja na bëri të dyve të djersitnim më shpejt. Ai ecte para meje e unë baja syt tek shpatullat e tij të gjera. Nuk flisnim shumë, sepse nuk na dilte edhe koha, sepse donim që të mbërrinim tek një maje. Dëgjohej vetëm zhurma e gurëve që shkelnim dhe frymarrja jon nga lodhja. Pas rreth 40 minutash, ngjitjet e pandërprer dolën në një lloj rrafshnalte të vogël. Druret ishin më të rrallë aty dhe dielli binte direkt. Në mes të atij sheshit të vogël natyror ishte një gur masiv, një gur i gjerë dhe krejtësisht i rrafshet, si një lloj tavoline guri e lënë aty nga koha. Stop, i thash, duke u mbështetur tek gjunjët e mi. Nuk eci dot më. Mushkëritë e mia po më lën. Ai qeshi, hoqi çantën e vogël që mbante në shpinë dhe hodhi mbi atë gurin e madh. Të thash që ishe e re për këtë sport, po s'dëgjon ti, më tha ai. U ofrua te guri dhe ai e dinte që kishte fituar bastin e lodhjes. Ndaj, pa vrar mendjen gjatë, u ul mbi sipërfaqen e gurit. Pastaj u shtri plotësisht në shpinë, duke përdorur çantën e tij si astek. Ai mbylli syt dhe po merrte frymthell sikur po flinte, duke e lënë diellin e pasdites që ta ngrohte. Unë shkova dhe ula në cep të gurit, pak me poshtë këmbëve të tij. Piva ujë nga shishja ime dhe fillova të qetësohesha pak. Ai ishte i shtrirë dhe me sytë e mbyllur dhe me një pamje krejtësisht të pambrojtur. Ishte aq e çuditshme ta shihja këtë njeri gjithmonë kaq të përmbajtur dhe duke i llogaritur gjërat mirë, e të shtrirë aty si një djalë i ri që as që ishte lodhur. Edhe ti që nge dorëzuar, i thash për ta ngacmuar. Po pushoj, ma ktheu ai pa i hapur syt. Nuk do thotë që u dorëzova, thjesht po shijoj qetësinë sepse këtu s'ka zhurmë. Nuk e di çfarë më ndodhi në atë moment. Ndoshta ishte adrenalina e malit, ndoshta ishte fakti që ishim krejtësisht vetëm dhe nuk ishte asnjë njeri rrotull për kilometra të tëra, apo ndoshta ishte thjesht lodhja nga refuzimi i tij që më bënte gjatë gjithë kohës. Nuk i fola më, unë ngrita në gjunjë, e guri ishte mjaftueshëm i gjerë. U zvara lehtë drejt tij, e ai ndjeu lëvizjen dhe hapi syt fiks në momentin kur unë kalova njërin këmbë mbi trupin e tij dhe ula mbi barkun e tij. Ja bllokova lëvizjen me peshën e trupit tim. Nuk ishte një lëvizje e butë, ishte një lëvizje vendosur, sikur doja t'i thosha, sot nuk ikën dot. Ai reagoi instinktivisht, ngriti kokën nga çanta dhe vuri duart tek ijet e mia për të më shtyrë, por pastaj ndaloi, nuk më shtyu, vetëm me mbajti fort aty. Fytyrat tona ishin shumë afër. Çfarë po bën kështu, më tha ai, dhe këtë herë zëri i tij nuk e kishte më atë tonin e lartë si dikur. Ishte si një zë i frikshëm, sikur ai kishte frikë nga unë. Po të tregoj që nuk je gjithmonë ti ai që vendos, i thash unë, duke mos lëvizur
as pak nga ai. Zbrit thaj, por duart e tij tek jetë e mia po më mbanin edhe më fort, duke kundërshtuar fjalët që i dilnin nga goja. Nuk dua, i përshpërita. U përkula dhe pak më shumë përpara. Ti gjithmonë flet për moshën, për arsyen e për çfarë është e drejtë e çfarë është gabim, po a di çfarë është e gabuar? E gabuar është të më thuash mua zbrit, kur e di shumë mirë që ti nuk do që unë të zbres, i thash atij. Ai nuk tha asnjë fjalë, këtë herë nuk ishte me asnjë argument. Unë ula kokën dhe fillova që ta puthja, e po ashtu, kësaj radhe asaj nuk më kundërshtoi. Filloi edhe ai që të më puthte. Me puthte si të ishte i djegur, sikur mendonte që do ikja. E më mbërthente me duar dhe me puthte shumë mirë. Isha shumë e kënaqur. Pasi që u puthën për ca minuta, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.